Dy aksidente rrugore janë regjistruar brenda pak minutash në dy segmente të ndryshme të rrugëve kombëtare në qarkun e Elbasanit, duke lënë pas një viktimë dhe 3 të plagosur. Aksidenti më i rënd ndodhi në aksin Librazh-Elbasan, ku 2 automjete janë përplasur mes tyre pasi lëviznin me shpejtësi. Përplasja ka qenë e fortë dhe përpasoj janë dëmtuar rënd 4 persona, të cilët u transportuan me urgjencë në spital. Fatkeqësisht, njëri prej tyre nuk arriti të mbjetoj plagëve dhe ndërroi jetë. Ndërkohë, një tjetër aksident ndodhi në kthesat e Murrashit, ku një automjet ka dalë nga rruga, por fatmirësisht pa pasoja serioze për drejtuesin e mjetit. Paraprakisht dyshohet se shpejtësia e lartë dhe kushtet e vështira atmosferike me rreshje të dendura shiu në zona të ndryshme të qarkut kanë ndikuar në përkeqësimin e qarkullimit. Një aksident tjetër ndodhi në Roskovec të Fierit, ku një automjet i marrë me qira nga disa turistë të huaj ka dalë nga rruga duke përfunduar në kanalin ansor të saj. Mësohet se nga 5 personat që ndodheshin në të, vetëm njëri prej tyre ka marrë lëndime më të rënda. Ata janë transportuar drejt spitalit rajonal Fier. Paraprakisht dyshohet se shkaki i aksidentit mund të ketë qenë lagështira në rrugë.